Më quajtë të shtirur, apo kriset miqësia mes Albës dhe Benitës në Big Brother VIP Kosova. Atmosfera në Big Brother VIP Kosova katërsonte është elektrizuese. Pasi po zhvillohet tradicionalja darka e të nominuarve, një moment që gjithmonë sjell tensione, sqarime dhe deklarata të forta. Banorët e nominuar janë ulur përballë njëri tjetrit, duke ju përgjigjur pyetjeve të drejtpërdrejta, ndërkohë që të gjithë e dinë se njëri prej tyre do të largohet të premten. Në qendër të vëmendjes këtë herë u vendosën Benita Zena dhe Alba Pollozhani, dy vajza që në fillim u pan shumë të afërta, madje u etiketuan si një prej dysheve më simpatike të shtëpisë. Mirë po duket se dinamika e lojës ka filluar të ndikojë në raportin e tyre. Gjatë diskutimit, Benita foli hapur për mënyrën se si e sheh lojën e Albës në këtë fazë të garës. Unë nuk mund të shprehem në atë term që Alba po e bën lojën e fëlliqur, por ndoshta e do vëmendjen e çdo debati që është brenda në shtëpi. E do vëmendjen mundohet me dalë në prajim për çdo debat, u shpreh këngëtarja, duke nënkuptuar se Alba kërkon të jetë epiqendra e ngjarjeve. Megjithatë, Benita u përpoq t'i zbuz fjalët, duke shtuar: "Unë prap të dua dhe rri me ty e krejt." Por Alba nuk e la të kaloj pa reaguar. Ajo ja ktheu menjëherë, duke e bërë situatën edhe më të tensionuar. "Nuk ka lidhje, ti sapo më quajte të shtirur." Benita u përpoq ta sqaroj situatën, duke thënë: "Mos i keq kupto gjërat." Ky shkëmbim fjalësh ka hapur menjëherë diskutime si në studio ashtu edhe në rrjetet sociale. A është kjo thyerja e parë serioze mes dy shoqeve? Po prishet miqësia e tyre apo gjithçka është një keqkuptim i momentit? Një gjë është e sigurt, darka e të nominuarve këtë javë ka sjell më shumë zjarre emocionale se sa pritej. Dhe ky raport i krisur mes Albës dhe Benitës pritet të diskutohet gjatë në ditët në vijim. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.